do thotë ti duhesh me marr hapa të tjerë, qofshin edhe të rrezikshëm, sepse në fundit e ki një familje, e ki një fshat, e ki një lagje, e ki një komunë, një shtet tonë që ne s'kishim shtet tjetër rezervë. Qysh ke fillimi, apo të vështirë me vendos mas porimi u bashku, po cilat ishin ato organizimet e pora që i keni bu? Organizimet e pora, me thotë të drejtën, ato vish kanë shku të ju akumulu, sepse nuk ka organizima të fort, kur ti në vitet 90-ta, unë po flas tash më shumë për gjeneratat të reja, sepse me po një numër ashtë matë punëtorëve që i nxjerrë kë pushteti, burguesit që ndoshin, dhunimet dhe gjithçka tjetër represalet e kohës, edhe ty gjithmonë shkujnë të tashtuat urrejtjen ndaj tina dhe nuk të lonë rehat, do thotë ti duhesh me marr hapa të tjerë, qofshin edhe të rrezikshëm, sepse në fundit e ki një familje, e ki një fshat, e ki një lagje, e ki një komunë, një shtet tonë që ne s'kishim shtet tjetër rezervë. Do thotë këtu janë ato motivet e para që neve na kanë filluar me bo mundisin në vend tunin, edhe me marrë në fund edhe armën, sepse mjeti fundit për me arrit diçka dhe kemi ardhur arma edhe keni qenë themelusi shtobit lokal të GK-s Liria në fshatin Sferkës e Klinës. Qysh erdhi deri te themelimi edhe qysh kon struktura e këtij shtobi, nëse mundna me thujt. Po pas ngjarjeve në Prekaz, 5-6 edhe 7 morsi, ne realisht e kemi themelu në bashkinë lokale të Sferkës. Atëherë ka qenë organizuar si bashki lokale ku frekuentonin 5 fshatra në bashkinë lokale të Sferkës. Sferka, Volljoki, Dushi, Përqeva dhe Qypeva. Dhe në bashkëpunim me dy bashki tjera, që është Gremniku, Dullësi dhe Dresniku, edhe ne kemi themelu fillimisht shtabin emergjent. Shtabi emergjent për detyrë ka pas me bë furnizimin e gjerave ushqimore dhe veshmbathjeve. Dhe shtabin emergjent e kam udhëhequr. Dhe në atë kohë ne kemi filluar me furnizuar në zonat të ndryshme në Drenicë, sepse pas ngjarjeve të Prekazit filluan organizimet edhe ne disa herë unë personalisht me shumë shok me njerëz të afërt kemi bart me mjetet e kohës me traktora edhe kemi bërë atë furnizim. Derisa në të njëjtën kohë ne kemi organizuar grupe të vazhdueshme në bashkëpunim edhe me Jabllanicën, tani Shqipunia që është komunë Zgjakovës, me shumë njerëz të mirë të mëdhaj të kohës, që tash një pjesë e tyre e kanë edhe statusin e dëshmurit, nuk janë mesin tonë, edhe me Glogjanin ne kemi fillu pasaj edhe furnizimin me armatim në të njëjtën kohë. Do thotë, edhe ka marrë rrugën jo një herë për Shqipëri me shumë shok, edhe kemi fillu furnizimin, ta kemi një bazë, një logjistik, dhe kështu ka vazhdu për një kohë deri në qershor, do thotë deri në qershor, me 5 qershor të vitit 98, këto fshatra që unë i përmenda, secili me përfaqësues të vet, kanë qenë mbi 100 vet pjesëmarrës në atë takim, në mbrëmjen e 5 qershorit, që është marrë vendimi që me kalu prej shtabit të emergjencë në shtabin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Do thotë, është bo ndrimi edhe është ndërtu struktura shtabit dhe në atë shtab prej atyre që ishin prezent ka dalë propozimi që unë të jem komandanti i atij shtabit edhe është marrë vendim që nesër që i bike 6 qershori me themelu edhe se lija ti me sen shkolla fillore me Mindurakun Sferkë, që ne kishim edhe personelin e shkollës prezent aty, që vish kish përfundu viti shkollor, edhe kështu ka ndodhur me 6 qershor ne jemi shku e kemi hap shtabin legal, lokal të ushtrisë lirimtare me emërtimin, sepse edhe emërtimi ka dalë po në takim që ta ketë emrin Liria. Edhe e kemi themelu të nesërmen, pastaj kemi filluar të ndërtu strukturën e shtabit, pjesë të komandës, të logjistikës, gjithçka tjetër që janë pjesë përbërëse të shtabit.